përfillur e për ta injoruar parlamentin dhe parlamentarizmin. Kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe kjo është e qartëshme. Një vendosje të njeriu mbi ekzekutivin, mbi parlamentin dhe mbi gjyqësorin. Unë po e them, e kam thënë dhe herë tjera, ka një shprehje të vjetër që thotë pushteti absolut pjell korrupsion absolut, nuk ka rrugë tjetër. Po për fatin e keq kemi pushtet absolut ekzekutiv që pjellin korrupsion absolut, ashtu siç kemi problem shumë të madh të një korrupsioni moral të një pjesë tjetër të sistemit drejtësisë e cila përdoret për qëllime politike. Po, dhe kur kemi ne këtë realitet, zoti Mediu, sigurisht që zgjidhja gjithmonë vjen nga brenda dhe do duhet vi nga brenda, po çfarë efekti ka një presion ndërkombëtar, një presion që vjen dhe ose që do të vinte nga kjo administratë, ju e një zë i rëndësishëm brenda pjesës konservatore ndërkombëtare europiane apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndaj dhe ju a bëj këtë pyetje dhe mbi bazën e perceptimit tuaj dhe informacioneve që keni prej andej. Pra, çfarë rëndësie merr ose çfarë roli sipas jush ka në vetvete një presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe përmes një çështje që prek drejt për drejt interesat e tyre, sikundër është ajo çështja e McGonigal, që me sa duket po zerohet në targetet të tjerë dhe po bëhet gjithmonë edhe më e madhe. Kjo mendoj e thash edhe djetë mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Opozita ka nevojë të ketë një qëndrim të shkruar dhe të qartë. Pra nuk mund të ketë brenda vetes saj zëra të ndryshme për një çështje e cila është politike. Pra një politik duhet përcaktoj qëndrimet e opozitës. Dhe pasi përcaktohen qëndrimet e opozitës në raport me çështje ushtroni apo edhe me drejtësinë, këto përcillen si qëndrime politike të opozitës apo dhe elemente të shoqërisë të cilët kanë të njëjtin balë shqetësimi me opozitën. Mund të tentosh në mënyrë personale, në mënyrë të vazhdueshme të ngresh shqetësime, të dëgjojnë, por nëse duam ta bëjmë në mënyrë institucionale dhe më vjen keq se kemi bërë më parë, ne duhet kemi të qartë të gjithë si deputet, si struktura politike, duhet dim se çfarë kërkojmë dhe kush është linja e qëndrimit dhe veprimit tonë. Nëse flasim për reformën drejtësi, është që kur ka nisur kjo reformë, edhe ku jemi sot, po të flasim për drejtësinë, duhet patjetër që të bëjmë një analizë të hollësishme për treguar pse nuk funksionon drejtësia në Shqipëri. Nëse flasim për korrupsionin, nuk mund të ecim me element spontan të korrupsionit, se korrupsioni është dhe ai korrupsion që duket me para, është dhe korrupsioni që është shkelja e parimit check and balance të kushtetutës, të shkatrimit parlamentarizmit dhe mbi vendosjes ekzekutive. Korrupsion është edhe raportet e lobingjeve për të ndërtuar një percepcion fals të Shqipërisë anë mban botës, pra ka disa elemente të cilët opozita duhet t'i qartësojë duke i vendosur prioritete ashtu siç duhet. Pra e para duhet kuptojmë raportin me veten dhe e dyta duhet kuptojmë raportin me ndërkombëtarët. Ne nuk jemi qendra e botës, por padyshim jemi pjesë e rëndësishme gjeopolitike në rajonin e Ballkanit. Dhe në këtë këndvështrim të kësaj rëndësie që ka Shqipëria në këtë gjeopolitik të vogël ballkanike, ne duhet shtrojmë problemet dhe kërcënimet që vijnë për shkak të kësaj qeverisje të korrupsionit, të trafikut drogës, karteleve të drogës, mos funksionimit të shtetit dhe detyrimin që ne kemi si vend antar i NATO-s apo vend perspektiv i Bashkimit Evropian. Ne nuk mund të jemi, na duk, shiko. Po ja, Komisioni Hetimor Parlamentar, për shembull, për çështjen me McGonigal, po e marr konkretisht, është një qëndrim që vjen i unifikuar nga opozita, është një mënyrë përveç nuk e di pastaj çfarë mund të ketë në linjën e brendshme. Jo, unë them që është qëndrim i unifikuar, por ajo do